Shenjat e ditës së fundit në Kur'an. A mos vallë mohuesit presin që t'u vi befasish vetëm ora e Kiametit, ndërkohë shenjat e saj kanë ardhur. Po për çfarë do t'u shërbejnë atyre këshillat kur t'ju ketë ardhur Kiameti? Sure Muhammed 18. Nga ky ajet ne mësojmë se Kurani përshkruan shenjat që lajmërojnë ardhjen e ditës së fundit. Për t'i kuptuar shenjat e këtij lajmërimi madhështor, duhet të mendojmë lidhur me këto vargje. Përndryshe, siç dëshmon ky ajet, të menduarit ton nuk do të na bëj dobi kur të na vijë papritur dita e fundit. Ora është afruar. Allahu shpall në Kur'an se nuk mund të ketë dyshim se dita e fundit është afruar, se ora e Kiametit do të vijë, gjë për të cilën nuk ka dyshim. Sure Hajj 7. Ne I kemi krijuar qiejt, tokën edhe gjithçka që gjendet midis tyre vetëm me urtësi. Ora e Kiametit do të vijë me siguri. Sure Hijr 85. Mund të ketë njerëz të cilët mendojnë se porosia e Kuranit lidhur me ditën e fundit u shpall më shumë se 1400 vjet më parë, dhe se kjo është një periudhë gjatë kohe krahasuar me kozgjatjen e jetës njerëzore. Por këtu bëhet fjalë për fundin e botës, të diellit edhe të yjeve, shkurt të gjithësisë. Kur e marrim parasysh se gjithësia është miliarda vite e vjetër, 14 shekuj është një periudhë shumë e shkurtër kohe. E përsia e moralit të Islamit në botë. Allahu bën të ditur se ata të cilët I shërbejnë Atij në mënyrë të plotë, pa I shoqëruar Atij asnjërin prej krijesave të Tij si hyjni, dhe bëjnë punë të mira për të fituar kënaqësinë e Tij, do të pajisen me pushtet dhe autoritet. Allahu ka premtuar atyre prej jush që besojnë dhe që bëjnë vepra të mira, se do t'i bëj më këmbës në tokë, ashtu si I ka bërë ata para tyre, dhe që do t'u forcojë fenë e tyre, me të cilën ai është I kënaqur, dhe që frikën do t'u shndërrojë në siguri. Le të më adhurojnë mua, e të mos më shoqërojnë asgjë në adhurim. Sa për ata që pas kësaj mohojnë besimin, pikërisht ata janë të mbrapshtët. Sure Nur 55. Në një numër ajetesh, po ashtu thuhet se është ligj hyjnor që ata robër të cilët janë besnikë edhe në zemrat e tyre gjallëron feja e vërtet, do të bëhen trashëgimtar të botës. Ne shënuam në Zebur, pas Teuratit, që tokën do ta trashëgojnë robërit e mi të mirë. Sure Enbiya 105. E pas tyre do t'ju vendosim në tokën e tyre. Kjo është për ata që kanë frikë nga qëndrimi para meje, për gjykim, dhe I trëmben